fituese për këtë vit është kompania Danguti Commerce. Po është një kënaqësi e madhe ku me një moment shef rezultatet e arritura, të çmuara dhe të vlerësuara nga shoqëria. Qëllimi gjithmonë është në avansimin për vitin në vit edhe në zgjerimin e biznesit në rajon edhe në nivel ndërkombëtar. Në edukimin e stafit, në ulëmtimin e tregjeve të reja, mundësive të reja dhe kapaciteteve të reja. Asnjëherë nuk duhet të humbim shpresën se mund të fillojnë një biznes dhe të kenë suksese në të ardhmen. Koha gjithmonë është para tyre për të arritur një sukses. Kompani me suksesshme jo në aspektin material dhe financiar, po e selektuar nga 73.000 kompani në Maqedoni në një sistem kriteriumesh të sofistikume nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, duke marrë parasysh qarkullimin, fitimin, numrin e të punësuesve, investimet, eksportin dhe selektimin nga kompanitë që kanë funksionim vetanak me forcat vetat, pa përkraje shtetërore, pa transformime nga prona shoqërore, pa pozicion dominues në treg. Dhe kjo neve na bën krenar gjitha elementet që ka pas parasysh Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, ne kemi plotësuar dhe në kanë selektu dhe në kanë mirë njohur si kompani e sukseshme që punon për vetë vetën, punon për shoqërinë, punon edhe për gjithë ekonominë në vend. Vazhdojmë me këtë staf këtu të mrekullueshëm. Ky është ekipi kreativ i kompanisë Danguti Commerce, të janë gjithë punësumit. Kanë të njëjtën përgjegjësi siç e kam unë të qasjes ndaj aktiviteteve apo funksioneve që krinë në kompani. Në përgjithësi, ndaj obligimeve ditore të punës dhe funksionit tyre, në përgjithësi të rrethit ku funksionojnë edhe ku jetojnë, duke bajtur si amblem Danguti Commerce në gjithkund ku janë. Parimet janë besimin në Zot, besimin në vetveten, besimin në familje, besimin në ekip menaxhues që kryjnë çdo ditë funksionin dhe obligimet që dalin nga funksionimi i kompanisë. Dhe besojmë se ky trend, siç ka vazhduar 35 vite në rritje dhe në etablim, do të vazhdojë edhe në të ardhmen në një të mënyrë. I to je radost i za nas i za site koji što vi ste tu ka bar motorot na celata ova kompanija i zato smo sobrani da nije zajedno go slavime i verujeme дека и ви дина ќе бидеме уште поуспешни и подобри. Сакајќи ги и другите да бидат успешни. Фала на вниманието. Pasi që e shohim një rezultat shumë të madh të kompanisë, e ndjejmë një farë kënaqësie, po ashtu edhe një farë përgjegjësie ndaj punës që është bërë. Pastaj ne e shoh vetë njerëz si punëtore, pastaj një si pasardhëse e kompanisë, si do të mundemi ne ta zhvillojmë në të ardhmen kompani, a do të mund ta mbajmë në të njëjtin në tempo të punës. Çdo vit me ka një sukses të ri. Kështu që është edhe një kënaqësi, po ashtu edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Голема отговорност, пред се голема отговорност и огромна чест да се биде дел од една навистина толку голема фирма која што зад себе оставила трак и остава трак. Голема чест е да се биде дел од најуспешните, уште поголема одговорност бидејќи треба нон-стоп да се докажуваме дека стварно сме го заслужиле ова место кое што го има оваа фирма денеска. Не може да се направи без многу труд и без многу работа, посветеност. Është një sfidë, domethënë se tregon se ku jemi tash, ne ku jemi pozicionuar me këtë çmim, edhe mendoj se është një
një mundësi që na ofron të jemi edhe më të fortë dhe në vitet e ardhshme ta mbrojmë këtë vend që e kemi dhe në vitet e ardhshme më tutje të jemi në njëjtin pozicion. Për të arritur këtë sukses duhet të ishim një ekip kompakt, një ekip shumë komunikues dhe shumë bashkëpunues, pasi që nuk mund të bëhet vetëm nga një person, pasi që duhet të ketë një bashkëpunim të ndërsjellë brenda ekipit të Dauti Commerce.